Kombëtarja e Shqipërisë ishte solide dje në fushë ndaj Serbisë, të drejtuar nga Silvinjo, ja dolën që të triumfojnë ndaj Serbisë me rezultatin 0-1 në transfert. Nga formacioni që Silvinjo hodhi në fushë, dy lojtarë ishin produkte të superiores, Myrto Uzuni dhe Julian Shehu, edhe pse prej kohësh japin kontributin jashtë Shqipërisë, promovimi i tyre vinte pikërisht nga elita e futbollit shqiptar. Uzuni niste me Tomorin për të luajtur më pas me Apollonin dhe Laçin. Në anën tjetër ndodhet Shehu, i cili nga moshat e Partizanit dhe Internacionalit, pasi luajti për pak kohë në Greqi, u rikthye për të spikatur me Kastriotin dhe Laçin. Dje u përballuan emocionet e ndeshjes historike në Leskovac, bashkë me pjesën tjetër, ata të dy bën mjaft mirë në fushë. Mirlin Daku, i cili ka luajtur si i huazuar te Kuksi, u aktivizua nga stoli. Dy futbollistë kombëtarës që luajnë në superiore dhe ndodheshin në stol janë gjithashtu Mario Dajsinani e Gnatias dhe Naser Ali te Dinamo.